Kredia universale shpjegohet në 60 sekonda. Kush mund të aplikoj? Njerëzit pa punë, familjet dhe njerëzit me të ardhura të ulëta. Ata që nuk mund të punojnë për shkak të sëmundjes ose aftësisë së kufizuar. Si të aplikoni? Aplikoni online në gov.uk, linku në përshkrim. Ose mund të telefononi linjën e informacionit të Kredisë Universale, numri në përshkrim. Për të marrë ndonjë pagesë, duhet të përfundoni kontrollin e identitetit. Mund ta bëni këtë përmes shërbimit online të verifikimit të identitetit, ose personalisht në qendrën e punësimit, ose përmes një vizite në shtëpi nëse nuk mund të shkoni vetë. Pa verifikim identiteti, nuk mund të merrni pagesa. Periudha e pritjes. Pagesat fillojnë pas një muaji kalendarik plus 7 ditë. Si bëhen pagesat? Zakonisht mujore. Në disa raste mund të merrni pagesa 2 herë në muaj, ose javore në varësi të rrethanave tuaja. Ndihmat të tjera mund të përfshijnë shpenzimet e banesës. Gjithashtu, një element për fëmijët dhe një element për kujdesin. Kredia universale paguan elemente specifike që llogariten automatikisht bazuar në informacionin në aplikacionin tuaj. Llogaritjet bëhen automatikisht bazuar në informacionin që plotësoni. Faleminderit që ndoqët. Abonoheni dhe qëndroni të informuar për më shumë informacione të përditësuara rreth Kredisë Universale.